Përshëndetje, jemi së bashku, drejt për së drejti këtë mëngjes, në emisionin Shtypi i ditës dhe ju, do të kemi titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme, më pas për temën e ditës ju mund të bëni pjesë duke dhënë opinionet dhe mendimet tuaja duke telefonuar në Report Televizion. Por pa humbur kohë, përpara se të prezantoj temën e ditës, ne do të shohim titujt kryesor të gazetave për këtë mëngjes, pra për këtë të shtunë 22 gusht. Si hapet Gazeta Panorama me krye artikullin e madh të saj dhe më pas me artikujt e tjerë. Gazeta Panorama këtë të shtunë më 22 gusht hapet me krye artikullin e madh. Dosjet e qeveritarve, vepro, protestuesit sfidojnë kreun e SPAK, KK arrestuar. Për shkallëzimi, protesta qytetare kundër qeverisë dhe kryeministrit Rama ka kryer në ditën e 83 të qëndresës, ndërsa protestuesit paralajmëruan për shkallëzim të aksionit gjatë muajit shtator. Sipas tyre, protesta do të marrë për masa të reja, duke përfshirë edhe bllokimin e rrugëve. Aktivistët deklaruan se nuk do të mjaftohen me largimin apo sakrifikimin e një ministri të vetëm. Biznesmeni Erlin Xhindi kërkoi në shesh reagimin e SPAK lidhur me hetimet dhe arrestimet për korrupsion. Detajet e krye artikullit të gazetës Panorama ju i gjeni më me detaje në brendësi të saj, duke shpletuar në faqen 3. Për të vijuar me të tjera shkrime që i gjeni në brendësi të gazetës Panorama për ditën e sotme, në faqen 2 të kësaj gazete do të lexoni: Territorialja, kryebashkiaku Zotkaj, turp për parlamentin nëse votohet. Shkrirja me Beratin, Poliçani kundër Partisë Socialiste. 15 këshilltarët paralajmërojnë dorëheqjen. Cerriku propozon referendum. Detajet e këtij shkrimi i gjeni në faqen 2 të gazetës Panorama. Për të vijuar me shkrime të tjera në brendësi të gazetës Panorama për ditën e sotme, ku keni mundësi të lexoni edhe shkrime të tjera të kësaj të përditshme për këtë të shtunë. Banesat sociale, detajet e keni në faqen 11, strehimi, hapen aplikimet, kush përfiton, procedurat. Në brendësi të gazetës Panorama në faqen 11 keni këtë shkrim për banesat sociale. Pronat, jo në sportel, si bëhet rifreskimi i kartelës, detajet i keni në faqen 10 të gazetës Panorama, për të vijuar me të tjera shkrime të kësaj gazete. Dokumentimi në faqen 12 do të lexoni: nga Pietro te Geg Marubi, dinastia që fotografoi Shqipërinë. Detajet e këtij shkrimi i gjeni në brendësi të gazetës Panorama në faqen 12 të saj. Gjithashtu, çdo të shtunë keni mundësi të lexoni suplementin Panorama Plus që shoqërohet me titullin kryesor, por edhe me foto gjatë kësaj të shtune. Panorama, tradhtia me një burr, çfarë ndodhi mes Klodit dhe Elionës. Elhajda Dani rikthehet në krahët e balerinit. Elvana Gjata zdorzohet, provon sërish Eurosong. Personazh, Manjolan Albani sfidon vajzat e reja. Monika Lubonja, pushime luksi. Të gjitha këto shkrime të suplementit Panorama Plus për këtë të shtunë i gjeni në faqen 13 dhe 20 që shoqërohen edhe me foto. Pra suplementi Panorama Plus mund t'i lexoni në faqen 13 dhe 20 të gazetës Panorama. Për të vijuar edhe me kolonën e opinioneve për ditën e sotme në gazetën Panorama do të keni mundësi të lexoni: Opinion, një film ndërkombëtar për Skënderbeun nga Ben Blushi. Shkrimin e plot të Ben Blushit e gjeni në brendësi të gazetës Panorama në faqen 23 të saj. Opinion, komunikimi nuk është qeverisje nga Luan Rama. Edhe ky opinion i Luan Ramës e gjeni të plot në faqen 23. Në faqen 22, në brendësi të gazetës Panorama do të lexoni opinion nga Lutfi Dervishi, guximi i paskrupullt për propagandë. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama për këtë të shtunë, për të vijuar me një tjetër të përditshme. Pas gazetës Panorama, ne do të shohim
edhe një tjetër gazetë. Bëhet fjalë për gazetën Tema për të parë krye artikullin e gazetës Tema për ditën e sotme. Faqja e parë e gazetës Tema shoqërohet edhe me foto. Në faqen 3 gjeni detajet e krye artikullit të gazetës Tema. Influenca, pasojat e palestinizimit të revolucionit. Detajet e këtij shkrimi gjeni në brendësi të gazetës Tema për këtë të shtunë. Për të vijuar me të tjera shkrime që gjeni në brendësi të kësaj gazete. Në faqen 4 të gazetës Tema do të lexoni: me qeverin dhe partinë po grades, Rama me drejtuesit politik. Pushimet përfunduan edhe për socialistët, të gjithë do duhet të japin llogari para shefit të tyre politik. Më 23 dhe 24 gusht, kryeministri Edi Rama ka thirrur në vilat qeveritare në Pogradec kryetarët e komisioneve, drejtuesit politik dhe ministrat. Detajet e këtij shkrimi të plot i gjeni në faqen 4 në brendësi të gazetës Tema. Të tjera shkrime në brendësi të gazetës Tema do të mund të lexoni në faqen 5. Protestuesi, kjo protestë është kundër Grida Dumës dhe Blendi Fevziut. Një nga protestuesi duket se ka zbuluar edhe një qëllim tjetër të protestës, e cila sot po zhvillohet në ditën e 83 të saj. Në fjalën e tij, ai u shpreh se kjo protestë antisistem është edhe kundër mediave, duke përmendur Grida Dumën dhe Blendi Fevziun. Të plot këtë shkrim e gjeni në faqen 5 në brendësi të gazetës Tema. Në faqet 10 dhe 11 të gazetës Tema do të lexoni dosier. Raporti Ramiz Alis në prill të vitit 1991 jap se do zgjedhin për kryetar të kuvendit Kastriot Islamin. Nuk është komunist, por ka gruan, baban dhe farefisin e ka me ne. Kur nuk ishin kaluar vetë se 10 ditë nga mbajtja e zgjedhjeve të para pluraliste të 31 marsit dhe dy forcat kryesore politike, Partia e Punës dhe Partia Demokratike, u mbajt edhe kjo mbledhje e Partisë të Punës. Detajet i keni në faqen 10 dhe 11 të gazetës Tema në brendësi për këtë të shtunë. Për të vijuar me të tjera shkrime të gazetës Tema për këtë të shtunë. Do të keni mundësi të lexoni në faqet 6 dhe 7 të gazetës Tema. Më goditi në Nofull, lihet në burg autori i vrasjes së portugezit. Në faqen 6 do të lexoni para burgimi në Londër mërzit shqiptarin. 23 vjeçari pranon ekstradimin. Janë dy shkrime të tjera në faqen 6 dhe 7 dhe në faqen 6 të gazetës Tema. Për të vijuar me 3 opinionet, pra komentet e ditës, i gjeni në faqen 8 të gazetës Tema nga Merobaze. Pak nga zjarri i Gazës për të rindezur flakën e shuar të revolucionit Flamingo. Komenti i Merobazës e gjeni në brendësi të gazetës Tema në faqen 8 të saj. Në faqen 8 dhe 9 të gazetës Tema do të lexoni nga Fatos Çoçoli, Tiranë-Durrës, më shpejt dhe më sigurt. E gjeni të plot këtë koment të gazetarit Fatos Çoçoli për sa i përket linjës së re Tiranë-Kashar për trenin që do të kaloj, pra për sa i përket edhe autostradës Tiranë-Kashar. Ndërkohë, do të keni mundësi të lexoni edhe një tjetër koment në faqen 9 në brendësi të gazetës Tema. Keni mundësi të lexoni edhe komentin nga Ardi Stefa. Pse shqiptari i bindet vetëm arrogancës? Të plot këtë analizë të Ardi Stefës e gjeni në faqen 9 të gazetës Tema. Mirë, kemi përfunduar dhe me gazetën Tema për të vijuar me një tjetër të përditshme dhe do të shohim se si hapet krye artikulli i madh dhe se si hapet për ditën e sotme Gazeta Telegraf. Gazeta Telegraf për ditën e sotme ka këtë krye artikull dhe për të vijuar edhe me shkrimet e tjera. Një Shqipëri që nuk investon të fëmijët është një Shqipëri që po konsumon të ardhmen e vetë. Analiza, Luan Livanaj, Shqipëria nuk mund
të ndërtoj të ardhmen me fjalime për zhvillim, ndërkohë që arsimin e mban në fund të listës së prioriteteve. Arsimi nuk është shpenzim, është investimi më i rëndësishëm strategjik i shtetit. Kur kujtohet periudha e monizmit, shpesh thuhet se atëherë edhe arsimi i mesëm ishte i detyrueshëm dhe shteti e kishte arsimin në qendër të vëmendjes. Shqipërisë nuk i duhen universitete që nxjerrin diploma, por universitete që prodhojnë dije, kërkim shkencor, inovacion dhe profesionistë që konkurrojnë në Europë dhe i shërbejnë kombit. Detajet e krye artikullit dhe të kësaj analize të gazetës Telegraf i gjeni në brendësi të saj në faqen 10. Ndërkohë, në faqen 2 do të keni mundësi të lexoni Kryeministri Rama: për Shqipërinë minoritetet nuk janë statistik. Keqardhje për sponsorët e cirkut të flamujve në Pustec. Minoritarët janë pasuri kombëtare dhe qytetarët minoritar nuk janë numra, por vëllezër e motra me të njëjtat liri dhe të drejta, si të gjithë ne. Ajo që ndodhi në Pustec është një parodi domethënëse për bot kuptimet e ndryshme në këtë lagje të Evropës. Reagimi i kryeministrit Rama pas mos ekzekutimit të himnit kombëtar në një aktivitet kulturor në Pustec, në bashkinë minoritare, ku mori pjesë kryeministri i Maqedonisë së Veriut Miçkovski, ndërkohë që u ekzekutua vetëm himni i Maqedonisë, por jo ai kombëtar që është sipas protokollit dhe i detyrueshëm. Për të vijuar me të tjera shkrime që do të keni mundësi t'i lexoni në brendësi të gazetës Telegraf. Në faqen 12 të gazetës Telegraf do të lexoni lojrat mesdhetare. Presidenti Bajram Begaj në Itali pritet nga Mattarella dhe Meloni, mbështetje për ekipin kuqezi në Taranto 2026. Shoqërohet me një foto të kreut të shtetit, zonjës së parë, presidentit italian Mattarella dhe kryeministres së Italisë Giorgia Meloni. Në faqen 4 në brendësi të gazetës Telegraf do të lexoni kronikë e ditës: GKK zbut masën për ish varësit e Ballukut, hapet gara për gjykatën e lartë, teksa i burgosuri me leje arratiset. Detajet e këtyre shkrimeve, 3 shkrimeve, i gjeni në faqen 4. Në faqen 14 në brendësi të gazetës Telegraf do të lexoni Jusuf Buxhovi, intelektuali në udhkryqet e historisë shqiptare, në 80 vjetorin e lindjes dhe vepra e bashkëpunëtorit të doktor Rugovës. Një shkrim nga Frank Shkreli, ish drejtor i VOA-s Zëri të Amerikës. E gjeni në faqen 14 të gazetës Telegraf. Për të vijuar me disa shkrime të tjera të gazetës Telegraf, për këtë të shtunë do të keni mundësi të lexoni të tjera shkrime. Sport nga Agron Kaja në faqen 20 dhe 21. Ja skuadrat që vinë në kampionatin e 88, bilancet dhe ndryshimet në fush. Flet Andrea Marko, futbolli shqiptar ka nevojë për investime dhe trajner cilësor. Në 2 faqe të gazetës Telegraf përmbledhet sporti i kësaj fundjavë në faqen 20 dhe 21 të saj. Për të vijuar me të tjera shkrime, mjeku në familje në 2 faqe, në faqen 18 dhe 19 të gazetës Telegraf. Ja pse njerëzit me shëndet të mirë goditen papritur nga ataket kardiake, si të ruani zemrën, nga dalsoni plaken dhe humbjen e dëgjimit, kura popullore për artritin, diabetin dhe enët e gjakut. Detajet e këtij shkrimi të rubrikës mjeku në familje i gjeni në 2 faqe, në faqen 18 dhe 19 në brendësi të gazetës Telegraf. Për të vijuar me një tjetër shkrim që shoqërohet me foto dhe keni në faqet parë, por mund ta lexoni me detaje në faqen 5, speciale nga Agron Mustafa. Eskortat e pushtetarëve harxojnë sa rrogat e 500 pensionistëve. Në Shqipëri, sa herë lëvizin agallarët e shtetit, bllokohen rrugë dhe dëgjojnë sirena mbi për kolonat e gjata të mjeteve dhe forcave të shumta policie, ndërsa në BE, kryeministra, ministra e kryetar bashkish përdorin trenin, transportin publik dhe mjetet e zakonshme. A është vërtet e nevojshme që eskort kaq e madhe për një vend të vogël të varfër si Shqipëria?
Në Holandi, kryeministri Rutte është bërë i njohur sepse përdorte biçikletën për të shkuar në zyrë. Madje edhe kur dorëzoi detyrën iku me biçikletë, ndërsa një zyrtar shqiptar lëviz me disa automjete shoqëruese, 5 makina dhe disa motor plus karburant, mirëmbajtje, goma, amortizim, personel. Dhe kjo përsëritet çdo ditë. Detajet e këtij shkrimi në formë vëzhgimi dhe analize i gjeni në faqen 5 në brendësi të gazetës Telegraf, për të vijuar edhe me shkrimet të tjera dhe me rubrikën Opinion të kësaj gazete. Në faqet 4 dhe 8 do të lexoni mozaika aktualitet. Plazh publik me 24 çadra në Ksamil e Dhërmi, plazhet private rjepin qytetarët. Dështon shëndetësia falas. Spitali Amerikan rrit me 52% fitimet në vitin 2025. Në faqen 16 dhe 20 në brendësi të gazetës Telegraf do të keni mundësi të lexoni. Nga Bernard Zotaj, dorëheqja e Ismail Qemalit, xhest ardetar dhe flet lavdije. Ndërkohë, në faqen 3 dhe në faqen 22, opinion dhe komentet e ditës, nga Adriatik Dashi, kreu i këshilltarëve socialist. Poliçani nuk mund të zhduket nga harta. Lexoni këtë shkrim të kreut të këshilltarëve të Partisë Socialiste në Bashkinë e Poliçanit. Ndërkohë, nga Bektash Zeneli në faqen 22 do të lexoni Heronjtë e Vigut, madhështia e heroizmit për liri. Ishin të gjithë titujt kryesor të gazetës Telegraf për këtë të shtunë. Ndërkohë, ne do të shkojmë në një tjetër gazetë, kemi Kushtrim Brezash, dhe të shohim shkrimet që i gjeni në brendësi të kësaj të përditshme. Të kësaj gazete. OVP e Lançit dhe protestat aktuale qytetare. Nga Fatmir Zanaj, antari kryesisë OVP-s së Lançit të popullit shqiptar. Të shkrim e gjeni në faqen 4 të gazetës Kushtrim Brezash. Ndërkohë keni mundësi të lexoni në faqen 3 OVP Gjirokastër përkujtoi 83 vjetorin e krijimit të batalionit Asim Zeneli. Në faqen 8 nga Gjon Doda, aktualitet, pranime të reja me pasardhës veteranësh të Lançit në Puk. Keni mundësi të lexoni edhe shkrime të tjera, portret në faqen 6 nga Albert Zholi, Muharrem Kamani, zëri poetik dhe publicistik i Përmetit, i dashuruar me Kushtrim Brezash. Po kështu keni edhe opinione dhe disa shkrime të tjera që i gjeni në brendësi të gazetës Kushtrim Brezash në këtë të shtunë të 22 gushtit. Në faqen 4, opinion, për ty Larask dhe 500 sorat e kukuvajkat e tjera nga Idaet Beqiri, që është nënkryetar i OVP-s të Lançit. Speciale, 83 vjetori krimit të batalionit Baba Abaz nga Albert Malaj në faqen 3. Aktualitet, takimi frytshëm me kryetarin e Bashkisë Simar Vangel Tavo nga Vera Tarifa, kryetare e OVP-s të Lançit në faqen 2. Në faqen 3, speciale, përkujtohet 84 vjetori i formimit të batalionit Partizan Kajo Karafili. Aktualitet në faqen 2. Në Vidhkuq u përkujtua 83 vjetori i krimit të brigadës së parë sulmuese nga Tahir Nuro. Në faqen 5 të gazetës Kushtrim Brezash, histori. Në Kukës u përkujtua Hasan Prishtina nga lumturi paci. Ishin në shkrimet e gazetës Kushtrim Brezash për këtë të shtunë dhe do të shkojmë tek gazeta e fundit për ditën e sotme, që është gazeta sportive Panorama Sport. Do të shohim, shoqërohet janë 2 kryeartikuj të gazetës Panorama Sport që shoqërohet edhe me foto. Kryeartikulli kryesor i gazetës Panorama Sport është në faqen 5. Bratu, një jetë e re për mua dhe Partizanin. Trajneri rumun foli para sfidës së parë. Objektivat janë titulli dhe kupa. Tetova është ndër më të mirët në Shqipëri, e transformoi Egnatjen. Detajet e kësaj deklarate dhe të shkrimit intervistës së trajnerit të Partizanit Rumunit Bratu e gjeni në faqen 5 të kësaj të përditshme. Për të vijuar me të tjera shkrime dhe jo vetëm nga
kampionati shqiptar, por për të nisur pikërisht me i tjetër shkrim të madh, që shoqërohet me i tjetër kryeartikull, shoqërohet me foton me javën në ndeshjen e parë, javës së parë të kampionatit të kategorisë superiore Vllaznia Skënderbeu. Balaj nuk mjafton, Vllaznia me vrima. Detajet e këtij shkrimi keni në 2 faqe në brendësi të gazetës Panorama Sport në faqen 2 dhe 3. Skënderbeu meritoi pikën. Në javën e parë, mbrëm në orën 21, në Loro Boriçi, Vllaznia Skënderbeu 2-2. Luajn sot Partizani Teuta në orën 16 dhe Laçi Elbasani po në këto orë. Të dielën Dinamo Vora në orën 21 në Elbasan Arena dhe Egnatia Tirana në orën 21 në Rogozhin. Ndeshja hapëse e kampionatit prodhon një barazim 2-2. Shkodranët i falen kapitenit, në mbrojtje janë një dramë. Korçarët ja dalin edhe me merkato të bllokuar nga FIFA. Detajet e këtyre shkrimeve i gjeni në 2 faqe në brendësi të gazetës Panorama Sport në faqen 2 dhe 3 të saj. Për të vijuar me të tjera shkrime në gazetën Panorama Sport. Elbasani në faqen 4, Gvozdenovic, ekipi është gati, Laçi jo hilet. Të dielën, Tirana pa dilema, Klafuric kurs për kampionët. Detajet e përballjes Tirana Egnatia dhe deklaratat i gjeni në faqen 6 të gazetës Panorama Sport. Rogozhinasit, Egnatia nisë rrugën për mbrojtjen e titullit. Detajet e këtij shkrimi i gjeni në faqen 6 të gazetës Panorama Sport. Për të vijuar me të tjera shkrime, Opta Inter në Pol, superkompjuteri parashikon sezonin 2026-2027 Serie A në faqen 18 detajet e këtij shkrimi. Në faqen 19 të gazetës Panorama Sport do të lexoni transferimet, merkato, klubet po paguajnë 98% më shumë se realiteti. Argentinasi, Alvarez synoi Barcelonën, jo Arsenalin, në faqen 21. Për të vijuar me një tjetër shkrim, Bayerni, kompani do trofeun ta nisim me triumf. Gjithashtu do të keni mundësi të lexoni një tjetër shkrim në faqen 11 të gazetës Panorama Sport, sulmuesi kombëtares, marrin fund dilema, transferohet shpendi. Detajet e këtij shkrimi nga Mercato për një prej legionarëve kuqezi gjeni në faqen 11 në brendësi të gazetës Panorama Sport. Ndërkohë keni edhe disa shkrime të 3 shkrime tjera, të cilat mund t'i lexoni në faqen 7. Trajneri Dinamo splet pas Evropës, presim një afrim, kam gjëra për ndeshjen e së dielës. Daja, duhet zgjidhje për Vorën mbi Pafosin. Detajet e deklaratës së trajnerit Dinamo Silish Daja i gjeni në faqen 7, kujtojmë që Dinamo luajti ndeshjen e play-offit ndaj Çipriotëve të Pafosit, një ndeshje që përfundoi 1-1 dhe gjithçka për kualifikimin e shlën në ndeshjen e kthimit, ndërkohë që tashmë të dielën Dinamo zbret në fushë për javën e parë të kategorisë superiore. Në faqen 9, Kërnaja, flamurtari gati, presim edhe 2 përforcime. Mirë, të gjitha këto shkrimet gazetës Panorama Sport i gjeni në brendësi të kësaj të përditshme për ditën e sotme. Këto ishin dhe titujt kryesor të gazetave për këtë të shtunë në ekranin e Report Televizionit. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak, presim opinionet dhe mendimet tuaja nëpërmjet telefonatave për temën e ditës. Mos u largoni. Mirë, jemi rikthyer. Presim tani telefonata tuaja për temën e ditës, cili është shkaku i konflikteve në Shqipëri, politika, shoqëria apo social media. Jeni të lirë të jepni dhe opinione dhe mendime të tjera si pas dëshirës tuaj. Pa humbur kohë, sepse minutat janë të kufizuara, presim me njerë mendime dhe opinione tuaja, ju lutem në mënyrë sa më koncize dhe të shkurtër për t'i lënë mundësi të gjithë telefonuesve të bëhen pjesë e mëngjesit të sotëm. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët. Cili është shkaku i konflikteve si pas jush? Politika, shoqëria apo rrjetet apo media sociale? Shoku i konfliktit është qeveria. Pra, politika apo qeveria vetëm? Se kur themi politika, përfshihet më shumë se sa qeveria.
Qeveria është, përdesa ndërtim ajo është, qeveria është shkaku i konflikte. Po të esin mirë qeveria, nuk do të ketë konflikte. Po të ketë korrupsion. Qeveria vjes, atëherë konflikte do të ketë. Midis popullit dhe qeverisë ngrihen protesta. Kështu që akoma jemi në komunizëm gazetar. Akoma jemi në komunizëm. Në kujtu se e hodhëm komunizmin në vitin 1990, por përsëri janë në drejtim klyshët e Enverit, ta janë komunistat në drejtim. Duke fillu me Sali Berish, Fatosnon e morën ato. Edhe janë drejtim, edhe Edi Rama, komplet janë klasa politike e komunistët. Prandaj shqyr që dërën të protestues, dhe kemi besim që këto dhe të pastrojnë komunizmin në Shqipëri, dhe të pastrojnë, i falenderojmë, duhet të mbështesim këto protestues, jo të delin këtu. Disa njerëz e fëllin kundër protestuesve, për mua ata janë kriminal. Komunista, kriminal, patologista. Turp për ato, që delin e fëllin për protestën. Jo po ku e ka kokën, jo po e ka komën, do me thonë men ato, që janë më të menë shumë ato, se qindra mira protestues që delin këto, ato klysht, ato morët e kuq, që delin e fëllin këto. Prandaj, them që jugu nuk bën shtet. I kemi provu 50 vjetë e mojtë e Enveri, 25 po e mojtë dhe ki, kujto son nëndër ki, kujto ki klyshi i gjatë. Mirë, unë të falenderoj gjithësi pyrit, duhet i evitojmë edhe ndasit. Nuk ka jug dhe veri, ka një Shqipëri, si jugu dhe veriu janë një, pra nuk duhet i ndajmë shqiptarët me krahina. Presim të tjera telefonata. Pa unë burko, të tjera mendime dhe opinione në këtë transmitim të drejt për drejt për mëngjesin e sotëm. Cili është shkaku i konflikteve në Shqipëri, shoqëria politika apo mediat sociale? Jepni opinionin tuaj, por jeni të lirë të jepni dhe mendime të tjera. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Uleni zërin e televizorit, uleni të lutem, ullë zërin e televizorit, mirëmëngjes. Mirë, shkojmë të telefonatat. Po, e ullë zërin e televizorit. Po. Okej, mirëmëngjes, ju dëgjoj, flisni. Mirëmëngjesi. Ky shkak edhe vjen nga konfliktet, se banesa për opozita nuk den mu zhvillu kurim dhe në parlament. E dyta, edhe nga disa opinionet gazetave që vetëm ato kronika zezden të se jo e bardhë. E dyta, ata njerëz që do të flasin për komunizmin, po këta mosion fashista, mosion nazista, zogista, që janë taballista. Prandaj si ka mundësi të futet kjo frym edhe nëpërmes njerëzve të thjesht e nëpërmes mjedeve, se gjoja kanë qenë kështu asa kështu. Pe e ditë se kush është edhe cili është ai që e ka ma këtë keqe. I ka ardhur koha që si shqiptarët, në qoftë se dojnë demokrati, bojnë demokrati. Jo ata që dalin në apozit, ose si thonë e fjallin greva, protesta, që është kjo, edhe diskutojnë të këtëri tokat e shqiptarëve të si dëndahen. Po që puna për të njek tokat e shqiptarëve duhet i shërojnë gjithë ato vende ku është konë kristianizmi. Sepse i kanë marrë pa drejtësisht në kohën e Osmanlive. Prandaj nuk duhet ky konflikt, prandaj duhet i futet një fren, sepse ajo protestë që po bëhet, aty është
për me qo Shqipnin zere, do më thonë me zhduk gjithë qa, edhe ata kanë shenë me qekull e bardhë. E qartë. Mirë, unë të falenderoj. Faleminderit. Ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër dhe rikthehemi sërish, presim të tjera opinione dhe mendime, të tjera telefonata për mëngjesin e sot. Mos u largoni. Mirë, jemi rikthyer drejt për së drejti këtë mëngjes në ekranin e Report Televizion, presim të tjera telefonata, opinione dhe mendime për temën e ditës dhe jo vetëm, cili është shkaku i konflikteve në Shqipëri, politika, shoqëria apo mediat sociale, por jepni dhe mendime të tjera jashtë temës së ditës. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Po, ju dëgjoj. Mirëmëngjes. Ashtu, shkaku kryesor i konflikteve në Shqipëri është politika. Sepse gjithë mileti mbarë sytë nga kuvendi i Shqipërisë. Është e pa precedent që kuvendi i Shqipërisë është kthyer në një Babiloni të çuditshme nga një person i cili ka futur urrëtie në Shqipëri që nga viti 1992 dhe nuk ikën nga politika 36 vjet. Prandaj mos i bjen vërdalla, ai u shpallon ngrata nga Amerika dhe drejtësia nuk ishte në gjendje ta hiqte nga politika dhe ta dëshkonte për 60 vilat e të tjera pasuri monetare që kanë në përbot. Prandaj mos i bjen vërdalla. Fatkeqësia e këtij vendi është politika dhe non grata, pa përmendur emrin, s'dua t'ja përmend emrin, dhe drejtësia e kapur prej tij në 92-shin. Mos të murret e Dirama se bëri drejtësinë. Drejtësia u bërë vetëm për të arrestuar socialistët për tendera. Ndërsa ata që kanë vrarë njerëz në 20 janar dhe gërdes nuk i prek se u ka hequr pantallonat e fustaret Sali Berisha. Mos i bjen vërdalla. Ligji i pronave 7501 ka kthyer Shqipërinë në Babiloni duke vrarë njëri tjetër, ja vrarë 16.000 njerëz vetëm për pronat. Me ligjin e tij, socialistja kërkoi që pronat mos jepet në porosi, po të jepet në kujdesari se është ai rregulli. Në përdorim. Nëse ai o dha pronësi njerëzve të tij duke i prur nga rrethina. Dhe i puri ka blokuar Tiranën dhe Shqipërinë e mesme me verior, si bodyguard të tia. Prandaj, pa u ikur Sali Berisha nga politika dhe pa korrigjuar drejtësia, nuk ka demokraci në Shqipëri, nuk futemi kur në Evropë. Mos i bjen vërdalla. Ka prur nga veriu atje mbi 3.000-5.000 veta që e mbrojnë, duke i bërë osana atia. Ditë për ditë del tek shqupi me 2 gazetarë dhe në foltore për ta dëgjuar Beleri Grekut në Evropë. Edhe ai Fazliqin i Serbisë dhe ai tjetri Trofojani Elias Bibera nga Amerika. Duke humbur suveranitetin drejtësia në 2016, qeveria nuk ka autoritet të ndërhyjë të korrigjojë ligjen drejtësisë se ka kapur Amerika dhe Evropa. Nuk ka faj Dirama. Dirama po hesht dhe po dëgjon çfarë thuhet me një gazetar duke kërkuar që ta poshtrojë qeverinë, në fakt poshtrojnë Shqipërinë. Dhe dua të them edhe një gjë tjetër, nuk mund të futemi në Evropë me këtë mentalitet njeriu, kupton apo i cili i thot kryeministit kriminal kur s'ka vrarë asnjë miz. Nëse mbrojnë atë që ka vrarë 26 veta në Gërdes, kupton 4 veta në Bulevard, 4 veta në Shkodër, janë bërë 22.000 veta të vrarë nga kjo bank e padesh Mertil. Në luftën e dytë botërore u vrarë 28.000, kjo ka vati 22.000. Domethënë vetëm në paqe, në demokraci nga një person i cili ka futur urrëtitje në popull. Të falenderoj që më dëgjove dhe më fal për shqetësimin se jam shumë i ndinjuar, kupton apo, nga një politike mbrapsht që po e lë vendin më të varfër në Evropë, sepse janë vjedhur mbi 500 miliard dollar që nga ne dhe dyshim, dhe drejtësia nuk ka sekuestruar asnjë lek. Rruga e Kombit, aty filloi Babilonia e bosh dëshkimit dhe bosh sekuestrimit pasurisë në rruga e Kombit. 230 milion euro të rrugës Kombit
Lul Basha e kaloi gjyqjen me procedura. Dhe pasaj kjo vazhdoi me gjitha qeverit pasarse dhe këta të majtët, qoftë se nuk do të dënoheshin këta, do të haben e si ata, mi po Lindi Harxhari Spakut, që e drejton Sali Berisha, dhe agenturat serbe e drejton Spakun. A kështë qartë. Ja të gjithë veriorët aty nuk ka lënë Klodian Brahon të veproj. Nuk vepron do të ai, sepse duke vajtur ati Amerikani për zgjedhur kryetarin e Spakut, kryetari Spakut ka ndërruar vetëm karriken. Si s'ka mundësi more. Aldumani edhe ai tjetëri i Shkodrës ndrojnë karriken edhe nuk shkojnë atje në bazë, po që ndrojnë aty për t'i dhënë mendim Klodian Brahos, po e lënë Klodian Brahon ata veriorët më të veproj, edhe Klodian Brahon djerë tash pas ballukut për tendera. Ndërsa nuk ka guxim të ndërroj dosjen e Gërdesit dhe 20 janar ta marr vetë por Klodian Brahon se ti këna syt këmbët. Pra vepruar 20 janar dhe Gërdesi nuk ka qetësi Shqipëria. Mirë, unë të falenderoj. Faleminderit. Shkojmë tani në një hapësirë të shkurtër, rikthehemi pas pak. Mirë, presim telefonatën e fundit. Cili është shkaku i konflikteve në Shqipëri? Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Në qoftë të më lejon për me fola Varshava, është e sa dalën ashtu atsakume, e la shumë këtë zëtnin. E la shpak, po 20 sekonda keni. Ishte një edhe ftyrë në ekvatjedi Roma, po duhet dhe të realiteti. Po. Kjo Shqipëri e mira, Shqipëri e ka bërimin qysh 1443 që jena pushtu prej shtetit ma qelbën botë që atë në automan e sot atë Turqia. Që na ka më 500 vjetë të pushtuar dhe ka fut mentalitetin e me fjallë, si me thonë, gjitha atyne matë këshia që ka një botë. Se pranaj nuk e pranaj në Evropën në fillë, në Antare. E dyta është, jetë në nëndori 4 që e ka bo Shqipërinë kështu si kur ketë para forëqën që ka shrejtë forë plesë që da ka një ide, kënë po më zhjot e vinë të mora, në dalla shqipëri. Dhe sa tje që sa ftyrat në Shqipëri, që e mërën komunizmin, e mërën gjakun e hermonët komunist, nuk ka për shku Shqipëria atë. Dhe bak kryetorja atë, në Shqipërinë që bak atë, që shku bak në zëra Shqipërinë, ashtë media shqiptare të fillu të ju e para, ashtë lezia shqiptare, që ashtë të refu konfliktin, që me me konflikt ton jetën të e mket një komunizmin, të e mket një Turqi. Për kesin turk, që folin një person për para, se Shqipëria ashtë ma tajkë me tokën në kohën e Turqis, kur tokën të shku, që i thanë kuj zbahet tokë, e tokën, kuj zbahet tokë, Okej. Mirë, unë të falenderoj. Faleminderit, kemi mbritur në fund për ditën e sotme. Takojmë pas pak në edicionin e parë informativ të lajmeve. Mos u largoni.